Si reagoi partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje dhe kryeministri Albin Kurti në momentin 00:05 natës kur u vendos që vendi po shkon tashmë në zgjedhje me që nuk u zgjat presidenti. Ta shohim së bashku videon si kanë reaguar. Një punë që e morën për detyrë ta kryejnë dështuan ta bëjnë, por megjithatë duartrokitjet nuk munguan. Në kësi forme e manifestuan moszgjedhjen e presidentit të ri të shtetit komplet kabineti qeveritar bashkë me krye parlamentare në legjislaturës së 10 dhe deputetët e grupit parlamentar të Vetëvendosjes me atë të pakicave jo serbe. Pas e para shpërndarjes së kuvendit mesin e natës të Tani ju nuk mund të më thuani që kjo është një video që tregon një parti e cila nuk dëshiron të zgjedhjet. Ju nuk mund të më thuni që është një video që nuk tregon një parti e cila ka planifikuar secilën seancë dhe secilin moment për të ndërtuar argumente për zgjedhjet. Se a kam ju dalë rezultati siç që kanë planifikuar, mbetet mu pa. Por të më thoni që kjo është me ikë prej zgjedhjeve me duartrokitje, kur mirë dështë, nese.